Të tillë, po fjalët e huaja ju e përmendët pak. Shakespeare, mos më thoni që e shkruani Shakespeare, jo Shakespeare. Shakespeare dhe nuk e lëviz top. E la Noli atë dhe kaq? Jo e la Noli. Noli po e la përdorimi. Ka fjalë. E futi Noli. Pra, ka fjalë, po flasim në kontaktet e Shqipës me anglishtën. Në përgjithësi takojnë në shekullit të 20, s'po them për shekullin 21. Fjalë që hynë hershëm, zum vend dhe janë përshtatur strukturës fonetike dhe morfologjike të Shqipës. Për shembull kemi fjalën futboll. Po? Ne s'mund ta shkruajmë sot ball. Kemi handball. Mund të shkruaj hand dhe boll e tjerë. Do të janë futur. Po, ato kanë fituar status. Ka bërë një botim Kristina Jurgaj. Po, ka botuar fjalorin e... Po Kristina se s'është këtu? Ishte e përfshirë, kishim edhe në redaksinë e fjalëve të huaja, u tërhoq, që zgjedhja e saj, sepse ishte e ngarkuar. Fjalorin e Kristinës ne gazetarët e mbajmë tavolinë, se ajo ka rregulla për na ndihmon shumë për ne të medias. E vlerësoj punën e saj, ka bërë dhe fjalorin e veprës Faik Konicës, me që the që parë takoj Antoni Anastas, takoj Faik Beu. Një dizaj arç Faik Beu. Unë habita. Dohën ka bërë punë goxha dhe vepra që hodhi ditë të fundit në qarkullim është për të vlerësuar se jepë huazimet që vinë nga anglisht apo nga gjuhë. Tani, profesor, perëndimore. nuk kam kuptuar asnjëherë. Kuksian është me i, Lezhjan me ja. Ma shpjego pak. Se unë dorëzoj. Janë ajo i jëja lidhet me pozicionet fonetike. Është si puna me që ngjarjet e Venezuelës sot, kemi Venezuelas dhe Venezuelian. Do një javë që ta shqiptosh më shumë Venezuelas se sa. Ka ca zgjidhje që kanë të bëjnë me përdorimin. Ky s'është rregull. Ja po them. S'është rregull. Ka, po të flasme për Sër Emilin, të thotë, për shembull kemi lojtar shkruhet pa se nuk futet ajo se jëja është gjysmëzanore. Nevojtar shkruhet pa pavarësisht se anëtar, pjesëtar shkruhen me Po pra, kjo s'ka rregull. Si keni bërë këtu në fjalor? Këto shikohen si janë futur në Kongresin e Drejtshkrimit. Po? Si është përdorimi, po t'jap një fjalë tjetër. Në fjalorin e 84 janë futur dhe emrat e vendeve dhe emrat të banuesve. Ky, i 80-s? 84, është me 35.000 fjalë. Po, mbas këtija, ka dalë me karakter praktik. Praktik, po. Është futur fjala ballçak. Fjekrak. Asi nuk thot ballçak. Po fjerak thon. Fjerak thon. Ne i themi ballçot të gjithë. Pavarësisht se ajo është është edhe ballshot edhe ballshot? Po, tani ne i kemi dhënë për parësi fjalës ballshot. S'ka parli apo s'ka parljot? Po, ne do përse... Apo s'ka paras? S'ka paras? Do përqeja unë. S'ka paras? Po, se sa s'ka parli është Elbasanli. Elbasanas. Pëse ajo li është për pashtes turke. Ne nuk themi asë Elbasanas. Ne themi s'ka palli dhe Elbasanli. Po, populli Elbasanas, edhe Elbasan... Tjetër, profesor. Po. Dursak Lezhak ishte një rus mësonte gjuhë shqipei dhe i tha atij kolegut ton. Por ti i tha nga Lezhë, tha ai rusja, kemi qesh me lot. Po. Tha, pse banorit Durrësit i thon Dursak dhe ti që je nga Lezhë, tha, nuk thon Lezhak. Ne qeshim. Janë ligjet e Shqipës që kanë formuar. Po t'ishte për mua vlora, do i thoshja vlorak. Po i thotë vlor, vlona, vlonjat. Pra, vlonjat ka hyrë nga shqiptimi po them, i popullsisë zgege për vlorën. Tani, vlona, vlonjat. A ka dialektizëm këtu? Kemi fjalë të marrë nga dialekti. Që do thot? Që i kemi ngritur në statusin e leksikut normativ. Pra kemi vjelë shumë, sidomos nga formet e Kosovës, nga të formet e Macedonisë së Gegërishtes, u thash pak aty parë, që jemi borxhëlli arealit të Kosovës, të Gegërishtes, të
arealit kosovar. Se Gegrishtja ka dhe 9 ndajet e veta. Po, flasim për pjesën që ne nuk ishim kontakte... Jo, flasë, ne i kemi rënë qafë Gegrishtës. Pa tjetër. I kemi rënë? Pa tjetër. Atëre e keni përmirësuar të kjo? Është përmirësuar, janë fotu shumë frazeologji. Sa? Po së mund të flasë me statistika, zgjeruar. Ma dje, në kjo se ne kishim 20.000 fjalë të ky, dhe ka vajtu 105.000 fjalë, plus fjalë të heshtura, plus emërtimet, plus frazeologjia, se frazeologjia barabart me një fjalë. Të gjitha këto janë zgjeruar, ndjeshëm, sidomos, thash, se kemi patur shumë prurje nga Kosova. Kemal Murati ka hartuar fjalorin e të foneve kosovare dhe të foneve troçore të Maqedonisë, që vim me rreth 20 e ca minjësi, janë bërtuar fjalor të tjetër, kemi veprën e, po them, profesor Recep Qosës, si thash, kemi veprën e Isak Muratit. Jo, okej, për Kosovën, po mbarojmë një punë me Shqipërinë, se veriut Shqipërisë i kemi rënë në qafën të profesor Gjovanine, nuk mund të themi kaq a priori. Nuk mund të themi kaq? Për arsye se njerëzit ngatrojnë. Në qoftë se unë kam fotur vera, qoftë si stin, qoftë si pije, vena. Atëherë unë nuk i kam ngrënë hakun. Se fjala vera dhe vena shnojnë një të gjë. Është shqiptim dialektor. Në qoftë se unë them grue dhe grua, nuk i kam ngrënë hakun veriut se s'kam fotur grue. Në qoftë se unë këthem i lym, apo i lyer, i lam, apo i lar, fjala është, këtu është futur në trajtën përfaqësuese, nuk i është bërë nder toskërishtës dhe i është ngrënë hakun Gegrishtës. Është morfologji. S'ka lidhje me fjalor. S'ka punë. Mua më ka krijuar fjalë, unë po them ka gjë të që ta dinë zotrinjt, që mos thoni është ngrënë hakun. Se ka një debat. Debati është ky. Po. Shqipja ka rreth 6.000 folje. Në qoftë se kemi 6.000 folje dhe kanë mbiemra, kanë pjesore të tjera, po them emrat e veprimit janë rreth 6.000 me US. Lexues, këndues, fluturues, shpëtues, ngatrues e tjera. Nga Gegrishtja përsi nga formet veriore, janë futur në sistem mbiemrat me shëm. Lexoj, i lexuar, thot Jugu, i lexueshëm, thot Veriu, dhe i pengushëm, lexueshëm, i shkrueshëm, i shikueshëm në sistem. Janë futur ndaj folje me shëm në sistem. Pra, janë shtuar me mira njësi që mungonin të ky fjalor. Do të thënë, profesor, me pak fjalë, të ky fjalor i ri, Gegrishtja dhe Toskërishtja janë të dyja, të barabarta? Së mund të them të barabarta, si ka metodë. Do të është përfshirë dhe Gegrishtja. Në qoftë se fjala ekziston në Toskërishtje, ekziston tek Arvanitasit, ekziston tek të folëm të Albershë dhe ka vlerë shënuese që se ka as Toskërishtja, as Gegrishtja, do futet. Në qoftë se në Gegrishtje kemi 10 fjalë që shnojnë 10 nocione, 10 objekte, 10 reale, do futen. Mund të mos futet asnjë nga Toskërishtja dhe kundërtja. Ky nuk ishte rregull të fjalorit vjetër. Ai ka përzgjedhur karakter normativ. Nësa ky ju jeni më të hapur. Jemi më të hapur. Do të thënë, me pak fjalë, Gegrishtja ka zënë vend në këtë fjalor. Po jo format GG. Mos të ngatrohemi. Pra, në kjo se unë themi, po them punoj, po marr fjalën më klasike që nuk themi me punue. Me punue jo. Unë them punoj, punuar, mbiemri është, po them, i punuar... Si përgjigjeni atyre që e duan me punue? Ai ka të drejtë të komunikoj në dialekt, sa të doj, si të doj, ka të drejtë të krijoj letërsi artistike, ka të drejtë të hyjë të përvetsojt gjusisht me dikë tjetër, me të folën, si që fletë dhe një qamë, si që fletë dhe një konisë polake. A ishte normale që baza e drejtshkimit të gjuhës shqipe, e kongresit famshëm tashme që ditë, u mor Toskërishtja dhe jo Gegrishtja? Ka dy mendime, një që është bazë mbi dialektore, që ka marrë strukturat përbashkëta e tjera, por po ta shohësh me vërtetësi, me një sy as një anës, baza është pak më jug, jo se u mor me vetdije, po parimi me të cilat të ngritur Kongresi i Drejtshkimit ishte për të ruajtur strukturën dhe për të gjetur një variant, një kojne që ishte më e konsoliduar, që kishte më pak përjashtime, që ishte më e zotërueshme nga gjithë shqiptarë. Dhe u zgjodh e folmja e Toskërishtës veriore, e folmja e Përmetit, e Beratit. Aty është qendra? Ajo është pak a shumë. Dhe Berati? Po,
Madje mund themi që vepra e infrashit ka hyrë 100% në leksikun edhe në atje. Do të kryeqyteti i gjuhës është e folmja e Përmetit. Po, kjo është